Mirëmbrëma të nderuar adhëtar kudo që ndodheni. Nga studia televizionit Një Dritare ju uroj shikim të këndshëm. Sonte në studion ton kemi një të ftuar speciale. Një poete, një këngëtare dhe një zojë nderuar që merret me shumë aktivitete të tjera. Por kush është tjetër përveç se Zyra Ahmete. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe mirë se jeni. Ndjem shumë e nderuar që më keni ftuar të kalojmë një orë së bashku. Faleminderit. Para se të nisim bashkëbisedimin dhe të flasim për Zyran, ju urojmë edhe sonte drejtorit të TV Një Dritare shërim të shpejt. Dhe përshëndesim këtu nga studia jonë. Gjithashtu përshëndes edhe kushtrimin, djalin që bën lidhjen e mundur që punon i palodhur. Mirëmbrëma kushtrim. Po kush është Zyra Ahmete? Dhe një përshëndetje speciale në fillim para se të filloj të flas Zyra, ta le fjalën. Quhem Zyra Ahmete. Po? Jam nga fshati Kepenek i lokalitetit të Pacit. Banoj në qytetin e Bajramçurrit. Jam në moshën 69 vjeçe, e kusur. Pa të lodhur, po lexoj pak se kush është Zyraja. Më mirë ashtu. Zyra Ahmete. Lindi me 25 prill 1956 në fshatin Kepenek, lokaliteti Bytyq i Tropojës. Mbaroi shkollën e mesme bujqësore në Tropojë në vitin 1975, duke u kthyer nga aksioni kombëtar në metalurgjik të Elbasanit si pasojë e një aksidenti automobilistik në Majmat të Mirditës dëmtoi rënd shtyllën korrizore, duke u detyruar të vazhdoj rrugën e pandarur të leximit dhe studimit në mënyrë private. Pa shkuar më tej për Zyran, unë po ndalem te kjo pikë, nëse Zyraja ka dëshirë të thojë diçka në lidhje me këtë dhe si u pengu, si ndryshoi jeta e saj pastaj. Më pas do vazhdoj me librat dhe me gjithë historinë tënde, por historia jote është pak ndryshe nga të tjerat dhe dua të dëgjoj diçka nga ti sot pas shumë vitesh atij aksidenti. Aksidenti më ndodhi në moshë shumë të re, në adoleshencë, në moshën 19 vjeçe, kur po ktheheshim nga aksioni. Dhe unë, para se të ndodhte aksidenti, unë kisha një parandjenjë të fuqishme që më pengonte të ndërroj, më pengonte të... Ndoshta keni dëshirë t'ua them, sepse parandjenjë, ëndrat me qenë ndalur, nuk kisha dëshira, shpirti hën i zbrazur, lëshonte pëshërtima. Çfarë më kishte lënduar, mendjen kote vrisja. Vallëzoja me këmbë, nuk isha në tokë. Dëgjoja këngë, mbytesha në lot. Për çfarë më përgatisje kështu? Ah, more Zot. Ja ku na dolet e poezia. Kjo është një poezi shumë e bukur dhe një ndjenje jotja siç e shprehet ti. Por le të flasim pak për këtë poezi dhe a ndodhi vërtet diçka pas ndjenjes që kishe? Ishte para aksidentit kjo ndjenjë? Ishte para aksidentit dhe unë nuk e kuptoja pse kisha këtë gjendje. Dhe kur ndodhi aksidenti, të them të drejtën, nuk e di, po brenda meje hyni një fuqi e madhe që më shumë më kishte mundue parandjenja se sa direkt aksidenti. Diçka Zoti më dha një forcë mua që ta përballoj. Në fillim,
kur ndodh aksidenti, kur je në moshë të re, zemrën e ke me dritë, nuk e pranon që se sa e rënd ishte, edhe nuk e dija se ishte aq e rënd. Aq e rënd ishte kjo gjendje sa në momentin që erdhi ministri i arsimit, na erdhi vizitë në spital, në ditët e para, unë ati i kërkova që të më realizonin kërkesën për të vazhduar studimet e larta. Edhe mjeku qajti me lot. Unë nuk e kuptoja se ishte gjendja kaq e rëndë që do e mbaja në kurriz gjithë jetën. Po, le ta heqim pak trishtimin nga faqja zyrase ti, përveç se ajo është një aksident që la dhe pasojat e veta dhe me vjen shumë keq, por ti nuk u ndale. Nuk arrite ndoshta të ndjekësh universitetin, por ti ke botuar më shumë se 10 libra me poezi, pra nuk u ndale asnjëherë së studiuari së shkruari. Ti përmendin disa nga librat e tu. Fluturojnë ëngjit në vitin 2004. Alfabeti ynë në vitin 2015. Flisi shqiptar në vitin 2016. Ndrit Shandan në vitin 2017. Jako po i tregon edhe në kamera të gjitha librat e saj zyraja. Ngjyra janari në vitin 2018. Kështjell dhe lëndim në vitin 2019. Zërja dheut në vitin 2022. Shtigjeve të dhimbjes në 2023, Eja Era, libër për fëmijë 2024, i ndërrojnë flisat në pajtim në vitin 2025. Ka botuar shumë libra pra zyraja. Një libër me poezi të zgjedhura e ka përkthyer në italisht në vitin 2020 të titulluar Kështjell në lëndim. Pikërisht këtu e kam njohur edhe unë zyran, sepse promovimi i këtij libri, mund ta quajmë promovim, patjetër, u bë në Roveretot e Italisë ku jetoj unë. Dhe pra unë me zyrar njihemi edhe jemi takuar një herë në qytetin ku jetoj unë në Itali. Është vërtet? Le të flasim Kështjell në lëndim në fillim apo do filloj me librat e tjerë? Çfarë kujtimesh ke nga qyteti jon dhe nga njerëzit që të rrethuan atë ditë? Në fakt, unë librin ma ka përkthyer, kam përzgjedh disa poezi, unë jam edhe shumë patriote, po kam edhe lirika, plot lirika, kam edhe me tema sociale, shoqërore, poezitë e mia, krijimtarinë time, dhe përkthyer ma ka përkthyesi i nderuar Ndu Lazri. Po, patjetër edhe me një. Dhe ai më ka organizuar, më ka ftuar që ta promovoj në Rovereto të Italisë. Aty ka qenë një aktivitet i fuqishëm, i organizuar shumë bukur, me shoqata atletare që ishin atje, Beslidhja, me përfaqësues të tyre, ka qenë dhe kryetari i komunës së Rovereto. Po, patjetër. Po. Ka qenë një këshilltar shqiptar, ai që ishte në Rovereto, ishte këshilltar i komunës, edhe ai më nduan, më pritën atje, ka shoqëruar një mike e ime Prenda Sejdia. Po, patjetër, edhe Prendën e përshëndesim, e mbaj mend mirë që keni qenë të dyja bashkë. Po, edhe ne aty ishte një ambient shumë i bukur, në atë moment ishte hap edhe pjesa e bibliotekës shqiptare në bibliotekën e atij qyteti, autorëve shqiptarë. Dhe aty erdhen, ishin të pranishëm shumë poetë, shumë domethënë libërdashës, ishin edhe këngëtar lirik me instrumente, me gjëra, ne kemi realizuar shumë foto së bashku atje. Jo, doli shumë bukur.
Dhe jam e kënaqur që edhe ty të kanë ngelur emisione shumë të mira nga i takimi. Shumë, shumë. Por shoh këtu që ti ke përkthyer libra edhe në greqisht në vitin 2022, të titulluar Dashuri e shpirtit tim. Po, ma ka përkthye Ilias Bobaj, miku im, dhe atë nuk e kam promovuar akoma, në pranverë shpresojmë që të shkoj ta promovoj. Një tjetër në rumanisht, të titulluar Për të gjitha dashurit. Po, ma ka përkthyer Baki Imeri. Ke botuar 2 libra në shqip dhe frëngjisht të titulluara Për të gjitha dashurit, kolorit ndjenjash. Po, të dy tituj. Ato i kam botuar në shqip dhe frëngjisht, ndërsa të tjerat i kam botuar vetëm në gjuhën e huaj. Ato Gjeladini. Gjithashtu, Po, ke botuar një libër të përkthyer në anglisht të titulluar Jehon e shpirtit shqiptar në vitin 2023. po, ma ka përkthyer në mënyrë të përkryer Uk Buçpapaj. Ju ka dhënë vargjeve edhe rim, I ka përshtatur me i gjuhën ka angleze. përshtatur edhe me rim në anglisht dhe i jam shumë mirënjohëse. Këtij libri i kam bërë një promovim të shkëlqyer, në mungesën time ma kanë realizuar në ambasadën e Kosovës në Angli, domethënë në qendrën e Anglisë, dhe ka shku shumë mirë, jam kënaq me atë promovim që më kanë bërë, ma kanë filmuar, ma kanë çuar këtu. Aty kanë shkuar disa bashkëshatare të mia, me gjithë vajzat e tyre, ato janë me intelekt, kanë marrë shkollë të lartë, janë të diplomuara, punojnë edhe atje mësuese dhe më kanë nderuar shumë që kanë shkuar, edhe të afërm të mi kanë shkuar atje në promovim. I njëjti libër është përkthyer edhe në kroatisht. Por këtu shoh një libër shumë ndryshe nga poezitë të tjera. Ke shkruar një libër për ju ke kushtuar miqve tuaj poet. Miqtë për tyre me nderime maksimale dhe me një nivel artistik të lartë, i titulluar Tinguj zemrash. Më kanë kushtuar ata mua. Ata 57 poet të kanë kushtuar poezit, por librin kush e ka bërë? Librin e ke botuar? Librin botuar kam unë, po e kanë Po, 57 poet kanë shkruar poezi për ty, por librin e ke botuar ti dhe e ke titulluar Tinguj zemrash. Ata thënë poezin Tinguj zemrash. Patjetër, mund ta lexosh? Tingujt e zemrave tuaja të arta, në një simfoni të bukur magjike, më pushtojnë shpirtin, më bëjnë me flatra, si një shqipon, mes shqiponja shpisnike. Çdo tingull, çdo fjalë kësaj simfonie, plot epitete dhe hiperbola nise sos. Dijeni se hyjnë në një shpirt fëmije, gëzohet dhe pse din që su afrohet datë. Ju jeni flatra plot ngjyra të shpirtit tim, jeni trar krahvargje të mbështetem, ju jeni forca që më mban në udhtim, tingujt e zemrave tuaja më zgjasin jetën. Me tingujt e bardh, notash të larta, me partiturat e secilit nga ju miq, ky libër, simfoni qiellore, është dashuri arta që bart zemra ime dhe u kthen shumë fish. Shumë bukur, bravo Zira, shumë bukur. Misia duhet respektuar dhe ti duket sikur të kanë respektuar ato me poezitë e tyre dhe ti ke respektuar duke i mbledhur të gjitha në një vëllim. Përveç gjithë librave që ke botuar, ti e nderuar me shumë tituj. Një nga ata është Krenaria e qytetit të Bajramsullit nga Këshilli Bashkiak i këtij qyteti në vitin 2005. I e nderuar me titullin Qytetare nderi e Komunës së Tropojës 2007, i e nderuar me titullin Misionare e Kulturës dhe Bamirësisë nga Akademia e Artit, Shkencës dhe Letrave Mirdita
në 2025. Ke krijuar grup artistik folku të drejtuar nga ti, se përveç se poete, Zyra Ametaj është edhe këngëtare. Kanë fituar çmimin e dytë në festivalin folklorik organizuar nga Kisha Ortodokse Shqiptare në vitin 2007. Ka realizuar disa klipe këngësh folklorike, baladash, ninullash, si dhe një këngë kreshnikesh me lahut, që të gjitha të kënduara në mënyrë amatore e me tekste të krijuar shumicën nga Zyraja vetë. Ajo veçanërisht i përkrat talente të ri në rrashtin e aktiviteteve kulturore artistike letrare. Ka kontribuar në etnosin kulturor të rrethit të Tërprojës me koleksione rrobash kombëtare si dhe me krijimin e një ansambli të plot me kostume të reja kombëtare të zonës së vet. Ka kontribuar edhe në studimet që janë bërë eposit të kreshnikëve, duke ditur shumë legjenda prej tij të përcjella ndër brezën e familjen e saj. Ka kontribuar si pajtuese në mes çiftesh me raste krizash, ka kontribuar shumë edhe në përvjetësimin e gjuhës angleze të koordinatorëve vullnetar. Ajo biles ka pasur për disa vite në vitin 2004-2011, për 7 vite pra edhe grupe që mësonin anglishten. Por Zyraja do na flasi vetë tani pak më shumë, i cikem shumë pak libra, sepse nuk doja ta lija Zyran të rrinte, po të fliste, ta dëgjonim zërin e saj të ëmbël, dhe kur unë po lexoja biografinë e Zyras. Zyra, unë do të pyesja çfarë ka ngel pishman në jetë, por ti e the edhe përpara, kështu që mund ta përsërisësh, por në jetë më kam mbetë pishman që nuk i kam vazhduar studimet e larta, por unë kam bërë dhe një poezi për të thënë se nga që nuk mbaruam dot universitet, kam thënë, jeta na çoi në tjetër drejtim, të mbaronim një universitet me vuajtje, me sfida, me gjithë të gjërat, dhe askush sikur ne nuk është mirënjohës. Ne e falenderojmë Zotin për një buzëqeshje që dikush na dhuron, për një gjë të mirë, për një ndihmë sa do të vogël. Ne përballojmë dhimbje, ne përpolitemi në shtrat kur të tjerët përqafohen e bëjnë dashuri. Ne kalojmë sfida, por jemi më të fortë nga të tjerët. Ne shkruajmë, unë nuk kam shkruajtur se vuaj. Shumë pak kam me atë temë, domethënë të aksidentit, të pamundësisë fizike. Unë jam patriote, unë të gjitha librat, gjithë titujt i kam me poezit që i kam kushtuar Abdheut, që i kam kushtuar lirisë, që i kam kushtuar dhimbjes për vrasjen. Libri i parë e ka titullin Fluturojnë engjëjt. Dhe kjo që më ka ngel merak mua, unë edhe e kam mbyll atë poezin, që po fletësha për të, duke thënë, provoni këto që i heqim ne, dhe pastaj urdhnoni të flasim. Po, patjetër, më vjen keq, është pak të them, por më vjen mirë që ti dhimbjen dhe pasoja që të ka sjell aksidenti, ti ke kthyer në forcë dhe ti je një shembull që tregon se me punë dhe vullnet arrihet gjithçka. Vështirësitë pastaj i din vetëm kush i jeton 100% dhe unë bashkohem me vështirësitë tuaja dhe më vjen keq vërtet sepse ato të kanë ndjekur gjatë gjithë jetës. Por kur mendoj veprat që ke shkruar dhe jetën që je përpjekur me sakrificat të bësh, me të vërtet je për të marrë shembull nga shumë gra të tjera që s'ju mungon asgjë dhe në fund po flasim vetëm për gratë se ne dyja jemi gra, por ka gra, burra, njerëz që kanë të gjitha mundësitë dhe nuk i shfrytëzojnë. Je shembull për shumicën e njerëzimit, mund të themi. Faleminderit, motë. Tani si të pyes se gjithë poetët e tjerë si trokiti poezia tek ti?
që në fëmijëria pasi Unë jam frymzuar, si që thatë edhe ju që kam kontribuar në eposin e Kreshnikëve, jam frymzuar nga legjendat, nga prallat, nga eposi i Kreshnikëve që na tregon të gjyshja dhe prindrit, na tregonin në fëmijëri, ne përpiqeshim pasi shkonim të flinim, përpiqeshim të përsërisnim e ti riprodhonim ato edhe një herë na mbushë shpirti me bemat të tyre. Unë edhe në alfabeti ynë, në librin alfabeti ynë, një poezi e kam bërë të shkronja gjë, e kam bërë gjë të bashe muja me Sokole Halil. Kam bërë një, domethënë, diçka nga eposi, epike. e përshtatur me fjalë, kështu jo Po. sipas. Po, për t'ja përshtat shkronjës, por që e kam shpreh një moment Sipas stilit tënd, po. nga eposi. Edhe jam frymzuar, aty kam lexuar gjithë jetën, edhe në shkollë të mesme, që isha konviktore, të gjithë flinin, unë rria në infirmeri, do lexoja gjërë vonë, dhe filluar për të shkruajt, e kam filluar pak vonë, më dukesh vetja e vogël, para poetëve, para shkrimtarëve, dhe kam shkruajt pak vonë, por në momentin që kam shkruajt librin e parë, ndoshta është edhe si dashuri e parë, apo e kam më të mirin, aty e kam shpërthyer, domethënë. Ke dar shpirtin me një fjalë. Isha frymzuar edhe nga leximet, edhe nga jeta, edhe nga çdo gjë. Dhe kam bën librin e parë, Fluturojnë engjëjt. Po duash e them atë poezi. Patjetër, mund ta lexosh me kënaqësi. E them përmend. Okay. Ashtë më mirë. Fluturojnë engjëjt. E sfilitur ngrihet nën Kosova, me trupin që i digjet flak, me plagët që i kullojnë gjak, me varret në gjinj, të ngrira kalkan. Përkulet dhe vajton mbi djepat e fëmijëve të vrarë. O, e mjera on për këta fëmijë, të përsa lindur, pa asë një faj. Toka është e ftohtë, toka është e lagësht, toka është me prush, e si mund t'i barras këta trupa kaq të njohë. Janë engjëj, po ngritën në qiell, botës anë mban, me lotin të ngrirë në sy, me gjakun të ngrirë në plag, në buzët që kërkonin sis, tregojnë se veç plumba kanë marë. Janë engjëj, bitë nënës Terez, fluturojnë në përqiell, fluturojnë. Pamjet e para që i morën nga kjo botë, janë flakët e gjirit të truallit arbror. Tankët e të meshme që i rrethojnë e gjuajnë nga çdo anë, fytyrat e pushtuzve, masakruzve mizor. Engjëjt fluturojnë përsëri e përsëri, në përjetësi qëndrojnë në fluturim. Ndal! I thon dorës mizore në kufi. Këtu më nuk mund të hysh. Këtu është Kosovë. Këtu është Shqipëri. Ky është trualli ynë, e ne jemi engjëjt mbrojtës të tij. Bashkojnë fluturimin me engjëjt paqëtor në të gjithë hapësirën, që mbar bota të ketë paqe dhe liri. Shumë bukur. Me të vërtet një emocion i jashtëzakonshëm, një kushtim i mrekullueshëm për njerëzit që me të vërtet kanë vuajtur dhe meritojnë paqen me të vërtet. Kjo është një poezi shumë e arrirë, shumë e lirë. Faleminderit që ndave me ne. Por kënga, do na thuash kur filloi tek ti dëshira për të kënduar? Me këngën kam lindur. Ke lindur me këngën.
Atëherë të lutëm regjia na jepni një këngë të Zyras, me që ke lindur me këngën. Të dëgjojmë një këngë, pastaj do flasim. Kam zemrën në poezi, të mbushur me dashuri, dashuria mund të keqen, e mban botën, e mban jetën. Dashuri për Perëndin, punën jetën të vërtetën, për familjen, për njerin, për natyrën, për të drejtën. Larg nga veset, larg nga droga, larg nga qijat që ka bota, larg nga dhuna e pavësia, të kushtoj botën dashuria. Larg nga veset, larg nga droga, larg nga qijat që ka bota, larg nga dhuna e pavësia, të kushtoj botën dashuria. Rafshë dashuri, ti je një me Perëndi, na mbush zemrat, na fal gëzimin, mirësinë dhe durimin. Dashuri për Perëndin, punën jetën të vërtetën, për familjen, për njerin, për natyrën, për të drejtën. Larg nga veset, larg nga droga, larg nga qijat që ka bota, larg nga dhuna e pavësia, të kushtoj botën dashuria. Larg nga veset, larg nga droga, larg nga qijat që ka bota, larg nga dhuna e pavësia, të kushtoj botën dashuria. O moje mira, si delët e krajte, dirtini tonë ta kojshin i gojte. Ja ku kthyem përsëri dhe do të filloj emisionin duke përshëndetur të gjithë ata që na ndjekun sonte në këtë orë me poetën Zyra Ametaj. Bojana Malej, mirëmbrëma e përshëndetje juve Albina dhe të ftuarës motrushes Zyra Ametaj. Ju uroj emision të mbar. Falenderit Bojana, të përshëndesim dhe ne, motrushe mike. Përshëndes Bujanën, e kam nga Tropoja, e kam motër të mirë, poete dhe një person shumë bujar që i ndihmon njerëzit. Një gruzoj. Një gruazonj. Tandër Dava Prenga, përshëndetje Albina Ceka, suksese emisioni. Vasilika Alia, përshëndetje Albina, suksese. Falenderit Dava, falenderit Vasilika. Faleminderit. Ju përshëndes. Edhe unë.
I Ton përshëndet. Ceka, që është dhe kunati im ky, me përshëndet, falenderit, ton të përshëndes ty dhe Viken. Edhe unë ju përshëndes familjen tuaj. Përzemërsisht juve, nderuara Albina, si dhe të ftuarën, suksese. Faleminderit shumë, edhe ne ju përshëndesim. Faleminderit dhe përshëndetje. Faleminderit shumë. Tani le të kthehemi këngës Zyra. Na flisni pak si lindi dhe si arrite të bësh videoklipin e parë dhe të vazhdosh me tej. Në fakt, unë me të vërtet më ka pëlqyer përveç poezisë, romaneve, librave, domethënë, më ka pëlqyer kënga. Unë gjithë jetën kam kënduar, kam mësuar nga radioja, nga televizioni më vonë, dhe unë mbi 300 këngë ua kam ditë melodin dhe këndoja në për shtëpi. Unë gjithmonë edhe tani kur mundem të bëj ndonjë punë apo ndonjë gjë, unë këndoj, e shoqëroj me këngë dhe e kam patur në shpirt, por nuk e merrja guximin që të këndoja aty. Në moshën në 2017 kam bë klipin e parë, i kam bërë këngët më përpara, i kam incizuar me Skënder Doshlanin, është muzikanti këtu, ndërsa kameramani është Deda Harusha, një kameraman profesionist, shumë profesionist. Klipet e mia janë mini filma, po thuajse. Ai më thoshte të më nxjerrin mua, i thosha më nxjerr ata djemtë e vajzat, ata janë une, ata janë kënga, ata janë dashuria, dhe më ka bë klipe shumë të mira. I kam realizuar në Bjeshkët e Rrugovës, klipet e këngëve, edhe në Valvon. Dhe nga që kam fillu të këndoj vonë, domethënë para 10 vitesh, 8 vitesh, unë edhe nga që jam amatore, them, jam plak, jam hutue, po këndoj ashtu, pa lidhje. Nga që jam amatore, them atë fjalë. Por këndoj me shpirt, tekstet i kam bën vetë. Këtë do të pyesja, tekstet janë të gjitha të tua? Jo të gjitha. 2 këngë janë folklorike, është kënga Hojda do hoj. Unë e kisha objektiv ta këndoja atë këngë, sepse është këngë folklorike dhe tani nuk e këndon askush, që në për festivale, në për këto, ajo është e traditës tonë, dhe unë ja kam treguar Ali Mulës, që ka qenë përgjegjës i folkut, i grupit folklorik të Tropojës, dhe ja kam tregu këtë këngën që kemi kënduar, edhe këtë kam kënduar me Alisa Berishën, siç e kënduam Dashurinë, që u shfaq, dhe kur e kam dëgjuar, i kanë ra lot për faqe Aliut. Ka thënë, po, kjo është e vërteta, është fiks melodia e kësaj këngë që është folklorike. Të tjerave, Moje mira te bunari, më ka frymëzuar një kosovare veshur me vesh reke, dhe me lidhje me marham, dhe siç i dija unë këngët e folkut të kahershme, e kam thënë me si them, me erotik, kam thënë tu bafsha lidhje marham, ti më sjell flokët dall, plot val, ta lëmoj faqen e bardh, për rrëdh gushës shuaj mall, e tjerë. Është fjala, kurse kjo dashuria ka tekst të fuqishëm, e në gjuhën edhe dëgjuesit. Kam thënë, kam zemrën poezi të mbushur me dashuri. Dashuria mund të keqen, e mban botën, e mban jetën, e tjerë. Refreni është larg nga veset, larg nga droga, larg nga të këqija që ka bota, larg nga dhuna e pabesia, të pushtoj botën dashuria. Po,
Këngët i dëgjova dhe unë të edhe gjitha pothuajse. folklorike e kam edhe atë më e mira si del te krejt, e kam folklorike, edhe të tjerat i kam bë tekstet vet. Dhe një ninull me sa dëgjova unë, që ose se kam Po, gabim. ninullës ja kam bë tekstin vet dhe e kam kënduar me shpirt, atë kam incizu të parën, e kam kënduar edhe në sofrën dardane, e kam siguru djepin e gjithë gjërat, elementet që i duhen djepit, dhe kam kënduar, kam marrë edhe mirënjohje se ju ka pëlqyer edhe juris. Realizimi i saj. Ja ku del kontributi jot nëpërmjet videove për ruajtjen e kostumeve dhe të traditës shqiptare. Është një punë shumë e vyrë që bën dhe një bravo të madhe, mund të themi. Faleminderit. Dhe nëpërmjet videove ruhet ato që kanë dëshirë të njihen me veshjet, me këngët e hershme ku i thojnë. Unë edhe në festivalin e Kishës Ortodokse, në festivalin folklorik në vitin 2007, kam fituar çmim dytë, biles unë nuk dola prej dhomës aty nga që isha invalide, ku u mlodh juria dhe e diskutuan të ma jepnin çmimin e parë, se ju pëlqyen edhe kostumet, edhe tekstet, ishin tekstet e mia, ishte kjo kënga dashuria, ishin vallet, edhe çdo gjë, i kam marrë këtu në kuzhinën time, grupin artistik dhe u kam lëshu muzikën në televizor dhe i kam mësuar të kërcejnë, të këndojnë, dhe kam fituar çmim dytë me grupin. Gjitha grupet tjera kishin udhëheqës artistik, ndërsa vet i kam drejtuar vet. Shumë bukur. Diçka që të jep nder, më tepër të shton vlerat nga një poete që merresh edhe me artistat e ri dhe transmeton të gjitha ato emocione të folklorit shqiptar. Faleminderit. Unë kam zgjedhur një poezi që pastaj do ta diskutojmë bashk. Sot s'më trokiti askush në derë. Sot s'më trokiti askush në derë. Dhe shiu qëra me riga në dritare, rëshqiti heshtazi pa poter. Shkoj të njomi tokën e tharë. Shkoj të njom tokën e thatë. Pyri fshehurazi, vetmia tinzare, me pabesi, deshi të më bënd të shoqëri. Unë nuk e mora me të hiq fare, e përzon me përbuzje miqtë e mi. Erdhën këndshëm nga çdo cep i botës, me statuse, foto, shkrime dhe poezi. Ju falan nderës teknologjisë së kohës dhe i përshafova të gjithë, një nga një. Po. Ti mund ta komentosh këtë poezi, si ishte qasti? Qasta i vetmie dhe ato që e shuan atë vetmi, më themi. Unë nga kushtet fizike, unë jam fshatare dhe nuk më pashaportizonin në qytet, se më thoshin don ta tërheqish familjen. Dhe u detyrova, jam përmirësuar, pas 10 viteve kam hec 25 vite me 2 shkopi, dhe tani para 15 vitesh, prap kam thyrë këmbën, e kam thyrë disa herë këmbën, dhe nuk u ngrita dot më, edhe nga mosha, jam prap me karrotë. Në kuptimin që unë kam lexuar, kam jetuar vetëm, domethënë. Pas 10 vitesh që u ngrita në këmbë, bëna ndarmje me familjen, që Këshilli i Qytetit më pranonte të bëj pashaportizimin në qytet. Duken gjëra absurde, por kështu ka qenë gjendja atëherë. Bëhet fjalë për në 85.
edhe u pashaportizova në vetë, më dhanë një dhomë, pastaj kështu, dhe unë jetoj vetëm. Edhe tani që erdhen vëllezërit me vonë, kur u liberalizue domethënë hyri demokracia, unë e vuna jetën përpara, kështu, edhe dua t'i shërbej vetes. Mua më kanë nxjerrja shtetin në momentin që jam rrëzue pas 3 muajsh, kam shku në Hungari se nuk ishte në Shqipëri qendra rehabilitimi, nga që thash ty që kisha një muskull që e lvizja që të përmirësoja, që u ngrita me 2 shkopi. Edhe atje na vinin të bëjnë çdo gjë vetë. Ishte tjetra veç me një dorë vinin të lante rrobat, me një dorë. Që të dalim të keqës vetë përpara, që gjërat ti menaxhojmë vetë, jetën, të bëjmë fizioterapi, domethënë edhe që pastaj ta marrim veten e të përmirësojmë, sepse vetëm me lvizje, me vetë veprime, me kështu gjërash arrin përmirësimin. Dhe unë i kam bërë hizmet vetes, edhe tani vazhdoj domethënë të jetoj me vete, edhe e kam vu jetën kështu. Unë lexoj televizori, që merrna me rrobat kombëtare, merrem me fëmijët, vinë i vesh me rroba kombëtare, i përcjell në aktivitete. Mua më ftojnë edhe për alfabetin, më ftojnë kur kanë festën e abetares. Dhe çdo vit unë marr pjesë në festën e abetares në përshkolla këtu në Bajramcor. Edhe domethënë interneti tani është diçka që nuk ndjehem vetëm. Edhe në momentet që je në shtëpi, me një fjalë, nuk ndihesh vetëm. Në momentet që jam në shtëpi, edhe në momentet që nuk vinë këta fëmijë për t'i veshë, për më të kasin, apo s'më vjen dikush, unë e kam internetin, i kam gjithë miqësinë, i kisha 5.000 shoqe dhe prandaj ma vodhen faqen që kisha, kam hap faqe 3 para një viti e gjysmë. E kam fjalën që interneti kompenson, nuk ndjehem me vetmuar duke patur internetin me miqësi, me shoqëri, lexoj çdo gjë, përshëndetemi, edhe kështu më lindi edhe frymëzimi për poezinë. Edhe vetmia është tinzare, është e keqe, erdhi ajo. Ajo është për gjithë nganjëherë. Tinzare e keqe. Por unë nuk merrem me ta, nuk ndjehem me vetmuar. E përzini ju, miqtë e mi dhe miket e mia. Faleminderit. Pikërisht për miqtë e tu, unë kam zgjedh një poezi që pastaj autori në fund do ta gjejsh vetë. Është një patriot i joti, që tani jeton në Fier, ka qenë i ftuar edhe në radion ton. Kam zgjedh Princesha poete mbi fron Alpesh. Faleminderit. Ti fluturon mbi maja me shqiponjat, ëndërrimësh, rudinash, e livadhesh. Ti je princesha poet mbi fron Alpesh, guzin shëmqan e nuk ndalesh. Ti i thej kohës mike, po vrapoj, sfidove jetën e nuk pate gajle. Ti i thej ditës, me fal, po nxitoj, natës i thej, në daq pas meje hajde. Ti e poete, heroina mbi fatin, rubin e vuajtjes kur nuk kera. Ti fluturon mbi fjalen dhe vargun, si një të ut, hirushe mbi kala. Ti mbi valbon kollat e shkëlzen, shkëlqen me frymën edhe shpirtin plot virtyt. Një pale më shëndet si puhiz deti po të vjen, prej firi po tanis, i vuajtjeve poet vëllaj i yt. Pra nuk cama. Bravo, gjete vetë. Doja ta thonja emrin, po e dija se ke për ta gjetë se kush është. Po, Poeti që ka shkruar këtë vargje shumë në fakt, për ty. Në fakt, Përshëndesim ta. se cilën poezi po ta lexosh, unë jam në gjendje ta them autorin, sepse i kam të regjistruara të gjitha në shpirtin tim, janë tingujt e zemrave të tyre që i kam dashuri,
Dhe Nuk Frani kisha asnjë dyshim, prandaj ta lash autorin ty. Frani më ka kushtuar 9 poezi që janë në atë libër. 75 poet janë, po janë 190 sa poezi, a 100 ku diun. Bukur, Edhe shumë bukur. e përshëndes dhe i uroj jetë të gjatë me shëndete na shkruaj prap. Unë Franit i kam dërguar, e di kur ma ka bë këtë poezi. Pash një poezi të Franit që Dhe jetë në vitin 2015. Po, Ka po. kohë që shkru kjo poezi. Po, unë atëherë kisha materialin e librit Alfabeti Ynë, që kritika letrare më ka vlerësue të vyer, jo vetëm për fëmijët brenda Shqipërisë, por kudo ndodhen. Edhe atëherë kur isha në Rovereto, i mori një i shoqatës, ja harrova emrin, Dashamira, si që... Shoqata Beslidhja në Rovereto kanë marrë librin për alfabetin. Po. Alfabetin dhe mi çoj fotot që ua kishte dhënë dhënë. Shumë i bukur ai libër, është me gjitha shkronjat. Po, edhe Frani kishte shkruajt për fëmijë një poezi të bukur, edhe tani unë e di fabulën e asaj poezie, thoshte fëmijëve që u nisa atë vit e shkollat e ju, më tha një bilbil, më merr dhe mua, i thash bilbil janë nxënësit atje, më tha një flutur, më merr dhe mua, i thash janë vajzat atje, më tha një blet, më merr dhe mua, i thash janë të vyer nxënësit e mi. Edhe më pëlqeu kjo, edhe unë i çoj materialin Franuk Camës, materialin e alfabetit, që kisha kopsitur, kisha mbaruar, ai e lexon dhe më bën një recens të shkëlqyer, ma bën dhe këtë poezinë, pastaj nuk u ndal, edhe kur i kam thue Plisin shqiptar, ai më ka kushtuar një poezi për librin tim Plisi shqiptar, duke vlerësue më ka kushtuar poezi, më ka dëgjuar duke kënue atë këngën Hoj da do hoj, dhe më ka bën një poezi prapë, më ka thënë më shkove, më vrave, më mbyte, sepse kur kam qenë i ri këndonin da hoj da do hoj. E kështu. Tani pam që ke botuar mbi 10 libra, ke bërë disa videoklipe me këngë. Në të ardhmen, çfarë presim nga Zyraja? Cilat janë planet tuaja? Unë kam... Artistike, për planet artistike kemi fjalën për Po, libra. po, unë kam disa libra në redaktim, një kam edhe në prozë, me tregime, me ese, dhe i kam, domethënë, kam edhe një libër studimor, do i bëj etnosit kulturor të Tropojës, rrobave kombëtare, pasi unë i njoh me detaje, unë lexoj shumë edhe në Google, lexoj studimet që i kanë bën Mojkom Zeqo e të tjerë për rrobat kombëtare, interpretimet e simboleve, gjërave, dhe kam njohuri. E kam plan tash 10 vjet dhe akoma s'kam fillu ta shkruaj, po pres më duket sa të më kapi edhe harresa, po diun. Shpresojmë që jo. Edhe, si të them, këto për këngët, Jo, ke ndërmend të bësh edhe këngë? Plani Plani për është, tarmen. ekziston. Po, kam edhe një këngë që ua kam kushtu fëmijëve autik, edhe të verbërve, që e kam incizue, por klipin halasja kom marrue. Do mbaroj edhe atë, mbaroj punë me këngët, në fakt, se nuk jam këngëtare profesioniste, do vazhdoj të shkruaj, të botoj, kam në plan të botoj një libër me dedikime që unë ju kam bë miqve në situata të ndryshme, në komente, pas një poezie, pas një gjeje, dhe do botoj. Kam edhe një material
e kam mbledh ato komentet e bukura që mi bajnë në prozë, miq, në për statuse, e i kam hedhë në Word, do botoj edhe një libër tjetër që me këto opinionet e miqve, që janë shumë të bukura. Po shumë mirë. Pra, po presim ca vepra të tjera që shpresojmë t'i kemi së shpejti. Këshilla juaj për poetët, për shkruesit, për autorët në përgjithësi, sidomos të rit që kanë filluar ndoshta të shkruajnë tani. Unë i admiroj shumë talentet e reja dhe i përkrah, i stimuloj dhe unë ju them atyre që mos mendoni se duhet të dini. Kur më ka shku mbesa në klasë të parë, mbesa vajza e vllajt tim, qante i thoshte nënës vet, nuk dijun. Po, edhe më thot kunata mua, i them asaj, zemër, po ti do mësosh. Ti po shkon atje të mësosh. Të ishe se i din, shkronja të i din gjërat krejt, nuk do shkojnë në shkollë, po ti në shkollë, po shkon që të mësat. Ajo ndjen të përgjegjësi, mendon të ti dinte, pa të shkon të në shkollë. Ajo, jo që po shkon të mësante. Edhe këto krijuesit të krijojnë që pastaj edhe lartohen edhe arrin suksese me botime, me gjëra, mos të hezitojnë, mos të ndihen të vegjël siç janë ndjerur në gjithë atë kohë. Dhe gjithë është të hedhësh poezitë dhe shpirtin tënd ta bësh publike nuk është fort e lehtë. Për asnjë nuk është e lehtë. Prandaj edhe këshillat që ju japim atyre që kanë dëshirë të shkruajnë janë të vlefshme, mund të themi. Ashtu është, unë e kujtoj edhe poezinë tuaj që e keni thënë atëherë në takimin në Rovereto dhe ndjej admirim për krijimtarinë tuaj. Në fakt, në fillim nuk e dija se jeni ju, ajo gazetarja që do më intervistot. Moderatorja. Dhe tu më duket se ju kam miq gjithë ju që ishin atë sallë atëherë kur. Ja, kalum me vërtet bukur dhe unë kam një shije shumë të mirë që na latë edhe ju nga Shqipëria. Faleminderit. Shqiptar jemi gjithë, po ne jetojmë tashmë për vitesh këtu. Ishte një kënaqësi me të vërtet që mbahet mend gjatë pastaj. Ndërsa për poezinë, poezia vjen gjithnjë në rritje. Ndoshta nganjëherë të duken sikur nuk janë poezi tuaja, sepse kur shkruan vazhdimisht, gjithnjë ata bëhen dhe më të bukura, figurat stilistike janë dhe më të pranishme në vargje. Po. Dhe mjeshtria fillon një qik dhe e shef me një sy tjetër, kështu që ato të rit duhet të shkruajnë sa më shumë dhe të shohin gabimet ku i kanë. Në fakt, unë librin e parë kam më të bukurin. Je rasti veçantë se në përgjithësi poezia vjen në rritje. Por ti ke pas një muzë më të fortë në ato momente. Më mërmendja. Kam patur, jam diku shumë edhe nga lufta e Kosovës. Edhe kisha të grumbulluar, kisha të grumbulluar emocione, shpërtheu shpirti dhe ka shpërthyer bukur në atë libër, por unë edhe librat e tjerë i kam të mirë, të arrir, temat, titujt e librave i kam nga poezitë. Alfabeti ynë dihet, që është për alfabetin kam krijuar poezi që kanë filluar me për shkronjën A, kam krijuar 3-4 poezi. Ajo poezia fillon te fjala e parë me A. Më vjen keq se duhet të ndërpres që të bësh përshëndetjet e fundit se po i vinë minutat e fundit të emisionit. Dhe për të folur përsëri për librat tuaj nuk mjafton vetëm një orë dhe për jetën tënde. Kështu që kur të kesh mundësi ne do dëgjohemi përsëri me kënaqësi. Faleminderit. Të përshëndesësh, këtë përshëndetje sonte këtu nga TV-një dritare.
Në radhë të parë ju përshëndes ju, mikja Faleminderit. ime Albina Seka, e përshëndes kushtrimin, autorin dhe më thënë Është teknikës, tekniku i televiziorit, po. e teknikës së televiziorit, të gjithë përgjegjësin dhe Drejtorin që kemi përshëndes- Gjinmusën. po, i përshëndes dëgjuesit dhe ato që kanë komentuar në kanë përshëndetur, i përshëndes përsëri dhe i përqafoj. Ju jam shumë mirënjohëse, për mua ishte një orë e këndshme dhe më duket se ka ikë sikur s'kan qenë veç pak minuta nga kënaqësia. Jeni shumë të mirë dhe ti vetë Albina, edhe në kohën që kemi diskutuar e jemi njohur, je një person shumë i mirë, shumë e dashur dhe që fal nga koha jote për ne për të realizuar emisione të bukura. I përshëndes gjithë dëgjuesit dhe i përshëndes gjithë shqiptarët këdo që ta shohi këtë emision. Faleminderit Zyra, dhe unë të uroj shëndet dhe të uroj jetë sa më të gjatë, që të shkruash sa më shumë libra dhe të na sjellësh vepra të bukura dhe këngë të bukura. Faleminderit. Me këngët. Ishte kënaqësi me të vërtetë që bashkëbizetuam sonte bashkë dhe më vjen keq që dal nga dal, minutat iken pa u ndjer. Dhe njëherë dua të përshëndes drejtorin e televizionit, një dritare i cili na ndjek direkt nga spitali ku merr kuret e duhura dhe i uroj shërim të shpejt dhe të kthehet sa më shpejt në studion tonë. Edhe Të unë ju përshëndes të shpejt Profesor Dr. Gjinmusa, përshëndetje nga studia jo. e përshëndes për zemërsisht. Të nderuar televizionistë, Faleminderit. të nderuar bashkëdhëtar, kudo që ndodheni. Dhe për sonte i erdhi fundi orës tonë me poetën dhe njeriun e veçantë Zyra Ahmeti. Do të takohemi në orë të tjera, miru të takofshim dhe natën e mirë. Zyra, natën e mirë. Natën e mirë, Albina. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Faleminderit për teje. O ty takoj që në doj për molit, apo t'bjeni mojnë me mi djohit. Bali bukur shnit si